qytetarëve të Republikës Kosovës dhe përfaqësuesve politikë të subjekte përkatëse dhe kemi pastaj më të na shpinë regres. Prandaj qëndrimet politike të duhet jenë të motra, të jenë përballësor dhe kështu të minimizohet ndikimi i elementit hibrid brenda krahasimeve të tjera që mund të përdoren. Po e zëm se çdo president apo kryeminist shkon e vjen, po në rastin konkret, nëse Vjosa Osmani nuk do të jetë presidente, a vazhdon kjo masë mbrojtjes edhe pas mandatit së saj? Udhëheqësit e institucioneve të Republikës Kosovës, politikë bërësit, pra niveli i pozitës president, kryekovendar dhe kryeministër, në momentin se dorëzojnë mandatin e tyre, kanë dhe ofrohet siguria ndaj personalitetit të tyre, sepse kanë qenë pjesë dhe bazë të institucioneve përkatëse, madje krerët të trija segmenteve politike, sepse edhe segmentet e tjera, qoftë në kuadër të policisë Kosovës apo në kuadër të mekanizmave të tjera të sigurisë, ju ofrohet siguria përkatëse, por derisa të tre krerët institucione mund të bëjnë dhe klasifikimin e informacioneve, mund të deklasifikojnë informacione, padyshim ose rregulluar në aspektin normativ që i ofrohet siguria permanente ndaj presidentit të vendit, ka një siguri e përjetshme, ka ofrim nga ana e shtetit të Kosovës dhe mbyllshmërinë çfarë do nevojë që ai ka në kuadër të ushtrimit të mandatit dhe funksionit të saj si ish president i Republikës Kosovës. Faleminderit shumë zotëri Shala që gjete ku me i sqaruar gjitha këto për shikuesit tanë. Grazie. Atëra Fërdita ka